Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Realiteti ka treguar që kauzat e qëndrueshme të identitetit kombëtar, më së shumti dhe më së miri din t'i mbrojnë të rinjt. Pak ditë më përpara, në krye të studentëve shqiptar në protestin e tyre këtu në Maqedoninë e Veriut, pam një djalë të artikuluar dhe për hir zvërtetës përfaqësues dinjitos të brezit të tij dhe shpresdhënës për atë brez që do të ndërtojmë me shpresë një shoqëri më të mirë edhe më të drejtë. Faleminderit që jeni në studio me mua, me Vlan Ademi. Faleminderit juve për ftesën, zonja Ngici. Një student i juridikut, të pam shumë të zëshëm, shumë të artikuluar, me një qëndrim që identifikohet jo shpesh tek brezi jot sot për hir zvërtetës. Cilat janë ato elemente që të kanë bërë në këto 2 vite angazhim me studentët, që të kanë frymëzuar apo që ti ke ndjerë si një lloj obligimi ndaj të ardhmes tënde, po edhe ndaj të ardhmes së brezit tënd, le të themi? Po shi, jo që vetëm unë jam i artikulum, po ka edhe shumë kolegë të mi të tjerë që janë shumë të mirë, po tash ndoshta më ka rafati të dalë, e të shihen pak më shumë. Sa u përket këtyre, ne i themi shpesh amanet prej paraardhësve edhe obligim për pasardhësit, që çdo herë të jemi në këmbë dhe të bashkohemi për kauza të ndryshme që lidhen drejt për drejt me identitetin tonë. Domethënë edhe kjo periudha 2 vjeçare neve na ka shërbyer edhe si një rrugtim mësimi, që të dimë se si të menaxhojmë situatat e ndryshme, se jo çdo gjë është aq e lehtë sa si duket ndoshta para kamerave, po kërkon një organizim të mase dhe një mund shumë prej kolegëve të mi. Me që jemi këtu tek amaneti brezave, më thuaj një histori apo ndonjë individ, qoftë nga historia jonë kombëtare, po ndoshta edhe nga ndonjë histori personale, që të ka frymëzuar për të qenë ky që je, edhe kaq i angazhuar në kauza publike? Po unë do kisha filluar ndoshta me njeriu më të afërt që e kam, që është prindi im, baba im. Unë për vete jam i lindur edhe jam rritur në Gjermani deri në klasën e 3, edhe aty babi e bëri një vendim që tha, kur na shifte që ne po mësojmë në gjuhën gjermane atje, dhe normalisht kur je në mërgim, të nis flet edhe më shpesh në shtëpi gjermanisht, më shumë se sa shqip, po babi çdo herë na rikujtojte që do të flasim në shqip. Prej të pragu i derës na thotë çdo herë flisni shqip. Dhe kur e pa që nisi kjo shumë të bëhet një evidencë e madhe në gjuhën gjermane, sa do ju ktheni të toftë që të mësoni shqip, se për këta ditë ne kemi luftuar që fëmijët tanë të rritën dhe të shkollohen në gjuhën shqipe, edhe unë të ju dërgoj vetë me dorë të mia në shkolla gjermane, nuk e bëj dot. Nuk jam mbajtë dot ai karakteri apo edhe vetë identiteti vet. Edhe kështu që na pru edhe unë çdo herë kam marrë këtë si shembull që ai në atë moment e ka sakrifikuar atë kohën e vet me familje. Dhe edhe na pru këtu ku unë jam shumë falënderues kundrejt kësaj. Ai është krenar? Po, sigurisht që po. Ta artikulon, ta thot se baballarët sigur e kanë pak problem ti artikulojnë krenarit duke dashur t'i ruajnë fëmijët nga mendjemadhësia. Po, çdo na thot për vete këtë e ka, po gjithsesi unë çdo jam falënderues edhe e kuptoj këtë pjesën, se ata janë rritë në një periudhë tjetër, një periudhë varfërie ku nuk kanë patur skamje të persekutum në regjime të ndryshme që janë ndryshuar shpeshherë, edhe kuptohet dot ajo që s'kan patur në atë kohë atë brendësim familjare, dashurinë familjare. Po ai shpeshherë shpreh edhe në ato format e veta, ndoshta pak të ashpra që duken, po kohëve të fundit kanë ndryshuar edhe ai, ka që ka nisur të shprehet me lehtë. Si ishte përballja me realitetin kur erdhen në Tetov? Po, në vazhdimisht si mërgjimtarët tjerë, kemi ardhur këtu gjatë verës dhe gjatë pushimeve verore dhe dimrore dhe... Po kjo është pjesa e qefit, kur themi, vjen, viziton të afërmi, domethënë, kur vjen kështu, sheh vetëm pjesën e mirë, pastaj kur vjen për të jetuar, përballesh me shkollën, përballesh me institucionet, fillon të rritesh, me sistemin, këtë lloj përballje do doja ta dija, si e përjetove? Po, do i kisha thënë që është kështu si një shkallë. Njëherë hyp 2 shkallë, ndonjëherë zbret 3 shkallë. Ka momente shumë të bukura, që kur erdha këtu edhe sot që i kaloj, po ka edhe momente ku ballafaqohesh me realitetin
Edhe do një të shtin ai mendimi që ta e thun shpesh në këtu, veçanërisht me miqt kur bisedojmë, aty zbëhet ky vend. A unë tentoj sa të jem optimist dhe të ndryshoj këtë mindset, se edhe ky vend bëhet, se s'ka diçka më shumë apo më pak vendet evropiane. Edhe ne jemi atje, menaxhojmë, se të mos e menaxhojmë edhe këtu vendin tonë. Në këto 2 vite i angazhuar pikërisht me kauzën e studentëve, për cilën besoj që do ta vazhdoni, ju do keni dhe një protestë tjetër në Mosgaboj? Po realisht tani jemi në përgatitje të protestës tjetër, datën ende se kemi nxjerr, po e kemi caktuar datën, së shpejti me kolegët tanë të grupit organizativ do e nxjerrim dhe normalisht do njoftojmë njerëz dhe presim përsëri përkrahjen e tyre. Ka pat një eufori shumë të madhe, protesta parë ishte pak më frikshme, se nuk e dinim se si do dela duke të përkrahja ajo, po pasi e pam të parën, kemi marrë pak edhe vetbesim ndoshta, dhe presim që e pam që nuk na lanë qytetarët vetë, edhe kolegët tanë të fakulteteve të tjera, që nuk e kishin atë problemin tonë, bashkë ngjejtën, edhe u bashkuan kauzës sonë, si dhe qytetarët e thjeshtë, se atë ditë kam pa ca mërgjimtar që kishin marrë rrugën të vinë në Shkup vetëm që kanë qenë pjesë e protestave studentore gjatë kohë, edhe si një, mund të them, një shkëndi shpresë e kam pa atë për këtë vendin tonë. Do më thuash diçka, po e dua shumë të vërtet, sepse zakonisht kur angazhohesh në kauza të forta, siç është gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut, një kauzë që ka çuar në përplasje të forta politikan, qarqe të ndryshme mediatike, publike etj. Kur angazhohesh në kauza të tilla, të gjithë reflektorët drejtohen drejt jush. Ka pas një moment që mbase ke hezituar, mbase ke patur frikë nga reagimet e atyre që nuk do t'ju pëlqente fakti që studentët shqiptar po dalin në protestë. E mendove në ndonjë moment që thuash, ore, ç'doa unë të dal? Jo asesi. Realisht, ka shumë individ që kanë sakrifikuar për këtë vend, për këta kauza, që janë gjuha jonë, flamuri jonë, identiteti jonë, shumë më shumë se sa na. Ne kemi organizuar një protestë kur ka njerëz që kanë bajt burgje, kanë qenë të përsekutuar, është dashur të ikin në migrim, e janë vrarë, kemi dëshmor. E tash nese po kemi këta trazirat e pakta, nuk është e problem, edhe veçanërisht nuk i frikëm mendimit askujt se si mendon, ndërsa di vetë që gjithçka është e sinqertë, ne do të qëndrojmë kësaj rruge. E keni ndjerë ju përkrahjen e politikës realisht, apo në momentet caktuara keni parë edhe ndoshta tentativë për diku për manipulim, diku për përfitim? E keni ndjerë reale mbështetjen politike? Realisht për ta përgjigjet politike jemi çdo herë të kujdesshëm, se para se të jem partit politike apo para se të jem politikan, gjithë jemi shqiptar. Edhe gjithë në shtëpi kur shkojmë flasim këtë gjuhë, edhe gjithë nesër në qoftë se ndahen apo ndrojnë tabor apo e lën politikën, fëmijët e tyre do e hekin të njëjtën gjë. Edhe për këtë arsye, unë për vete kam kërkuar përkrahjen dhe mbështetjen e gjithëve. Nuk mund ne dalim kundër ose pro dikujt. E ke gjetur të mbështetje nga të gjithë? Po, tash ndoshta në formë fizike jo, po në formën që kanë shpreh mbështetjen, tash në rrjetet sociale e kështu kemi pa të gjitha. Edhe jemi falënderues për çfarë do lloj mbështetje që kanë ardhur na kanë përkrahur, secili e din atë mënyrën e vetes se si mendon që është e duhur atë na mbështet. Ne kemi të rëndësishme që të mos na involvohet në punë dhe mos tentohet të bëhet ndonjë përçarje, të qëndrojmë kështu si jemi. Ne nuk jemi kundër askujt, ne jemi vetëm për gjuhën shqipe. Kaq kemi thënë. Studentët, po themi të rinjt, janë të motivuar për t'ju bashkangjitur kësaj kauze? Po them masivisht. Çdo do ekzistojë grupi studentëve që nuk e mendon veten se nuk e gjen veten aty, po fatmirësisht donjëherë mendon që e vetë me këta mendime dhe me këta ide. Po momentin që i bën të zësh me ata, po shet që ka një grup të madh. Neve nuk na nevojiten aty 100.000 protestues, edhe se do ishte bukur ajo, por nuk nevojiten. Ndryshimi është bërë çdo nga një pakicë që ka shikuar të ardhmen dhe ka marrë iniciativën. Edhe ne të gjithë i mirëpresim edhe besoj se mund të flas shumë, po vetë protesta e parë pa aty se sa kemi përkrahjen e kolegëve tanë dhe të studentëve,
që është diçka shumë e mahnitshme. Atë ditë nuk e di, vetëm më kam dhënë buza në gaz, duke i pa kolegët e mi aty pas që bro rritni me plot mishe shpirt. Të jepni ishte një emocion i papërshkruar që të paktën sa kam biseduar me kolegët, ne nuk e kemi gjetur ndonjë më para, se unë e them edhe është turp të jesh student të mos dalësh në protest në 4 vitet e studimit. Domethënë ne bëm këtë, ne në këta 4 vite bëm një protestë, doli shumë bukur, e kemi këtë ndjenjë edhe të paktën mund të them edhe ne fëmijëve tanë. Siç na thuan prindërit tanë, ne kur kemi qenë si kemi protestuar, kemi kërkuar të drejtën, të paktën ne do mund të abartim këtë pasardhësve tanë. Se shpesh bëhet ai koncepti studentët të rinj duhet ta bëjnë ndryshimin. Studentët të rinj u bashkuan, janë në rrugë, po duhet edhe qytetarët e thjeshtë që nuk na lan vetëm përsëri të dalin pas neve. Këtë periudhë të kam parë që ke bërë goxha takime, vizita me personalitete të ndryshme të politikës jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe jashtë saj. Si ka qenë reflektimi që ke ndjerë ti në këto takime, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, që kanë qenë takime me njerëz me influencë publike për hir të vërtetës? Zonja Geci, unë jam shumë falënderues që na pritën, edhe ndoshta ndonjëherë presim shumë nga politika ndërkombëtare, si që edhe presim shumë nga politika e Shqipërisë apo e Kosovës, por e pam se me këtë vetë iniciativë shumë shpejt arrihet zëri jonë të ndëngjohet. Edhe në Shqipëri ne u pritëm, të them drejtën, nga 4 ministra aty, që nuk ndodh dot. Për një ditë kam takuar 4 ministra, të cilat gjithë me shumë vëmendje dhe shumë përkushtim na ndëgjuan dhe tentonin të jepnin zgjidhjet e tyre normalisht diplomatike që i mendojnë ata se mund të arrijnë për të na ndihmuar. Kështu që unë jam shumë falënderues kundrejt Shqipërisë. Edhe njëri prej ambasadori Mejdani ka qenë kështu krah i jon mbështetës, që nga fillimi, që para 2 viteve, kur ne nuk mund të arrijnim qasje, ai ne mundsoi ato takimet e para dhe pra ato nuk mund të them diçka negative kur nuk ka negative. Vetëm mund të jem falënderues dhe t'u them që ta vazhdojnë kështu si e kanë nisur. Normalisht presim edhe të njëjtën nga shteti tjetër fqinj që e kemi këtu Kosovën, që është edhe ajo një shtet shqiptar, që edhe ata të reflektojnë dhe të na dalin në përkrahje. Se është, kam thënë edhe absurde pak të kesh 2 shtete shqiptare në kufi me Maqedoninë e Veriut, të kesh 30%, edhe mbi 30% të popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, edhe të kemi kësillë probleme. Duhet të ketë një qëndrim që shqiptarët janë të barabartë në këtë vend. Edhe jo ashtu mindseti siç e shohim tani nga disa funksionarë ku e shohin të papranueshme apo pa parashikueshme të drejtat e shqiptarëve apo zbatimin e tyre. Maqedonia e Veriut është shtet i përbashkët, nuk është shteti i maqedonasve dhe kjo mindset ndoshta edhe tek ne duhet të ndryshohet, se ka edhe për atyre miqve apo kolegëve të rinjve që i takoj që thuan po Maqedoni, duhet ta kuptojmë që Maqedonia është e maqedonasve. Jo. Unë jam i lindur, kam stërgjyshrit e pararësit të mi prej këtu, prej këtij vendi, prej këtij trulli, edhe ata të gjithë miqtë e mi e kanë njëjtë. Tash, kush qeveris, kush nuk qeveris, ne nuk mund të ndrojnë atë. Unë jam shtetas i Maqedonisë Veriut dhe kam të drejtën të jem i barabartë në këtë vend. Nga takimet që ke pasur, këto që përmende në Shqipëri, dhe që jam e sigurt që do kesh bërë xheloz goxha figura politike të rëndësishme se ke takuar 4 ministra për një ditë, kështu që pak mund ta kenë pasur këtë mundësi. E ke ndjerë ti se në Shqipëri ka një njohje reale për realitetin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Pra, kanë ata mjaftueshëm informacion, po them informacion të vërtet, informacion të saktë, jo një informacion që mund të çohet nga individ me interesa të caktuara. E ke ndjerë ti që ata vërtet kanë edhe informacion, po edhe interes për ta pasur këtë informacion për shqiptarët e Maqedonisë Veriut? Ndoshta informacionin deri para ca viteve nuk e kam patur, po tani sa i takova dhe sa bisedova me njerëzit atje, me shqiptarët e Shqipërisë, unë e pash që kishin shumë interes, edhe bashkëngjenin në mënyrë pa përshkrume me ne këtu, se ata nuk mundin ta imagjinojnë se si ende ne nuk mund të funksionojmë në gjuhën tonë amtare, se si flamuri jonë paraqet diçka problematike. Ata janë disa probleme që ata nuk i kanë hasur, edhe po ju duket e dhimbshme kjo gjendja jonë këtu.
A duhet ndoshta mediumët më shumë ta bëjnë? Ne kemi gjatë kohës që isha atje, kam qenë edhe në disa në 10 mediume edhe para edhe pas protestës njëjtë. Edhe besoj se ndoshta është ngritur pak ai niveli pas kësaj. Çka pash atje të paktën atë çka e pash ishte që bashkëngjenin edhe kur e kryta atë panelin aty, shumë shqiptarë erdhën aty dhe me përgëzuan dhe shprehën për krajën që dhe tani ata gjithë një numër i madh i studentëve dhe njerëzve kështu të aktivista qytetar kanë shprehur presin lajm për me që kur do të paraqesim datën e protestës që të vinë të na bashkangjiten. Normalisht ky fakt neve na gëzon shumë që nuk kemi lënë vetë nga ajo ana ndaj. Ky është një realitet i perceptimit të shqiptarëve të Shqipërisë kundrejt shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Ndonjëherë duhet jetë një perceptim edhe i mirë kuptuar se shqiptarët e Shqipërisë çështjen e gjuhës kanë shumë vite përpara që e kanë mbyllur si çështje. Megjithatë, ata që bashkëndajnë në heshtje apo të artikuluar, të thëna apo të pathëna, ata që e bashkëndajnë të rrugtim janë padyshim edhe të rinjt Maqedonas. Si shefti raportet me ta? Janë ata kaq të mbyllur, kaq refuzues, kaq mos pranues të këtij realiteti të pandryshueshëm të Maqedonisë së Veriut, pra që është një shtet multietnik dhe qetësia e funksionimit të këtij shteti varet se sa të qeta dhe korrekte do janë raportet me elementin shqiptar. Do kisha dashur të Apo i kanë edhe ata këto ngarkesat e brezave para tyre? Do kisha dashur të them që po ata një numër i madh për atyre bashkëngjejnë me ne dhe duan të na mundsojnë këtë të drejtën që i kemi të garantuar, por realiteti është që është një numër shumë i vogël. Edhe ai numër i vogël të paktën për atyre që i njeh këtu nga Tetova që i kam miq, të paktën ata edhe kanë këtë kompleks që nuk frikën të dalin publikisht. Sepse mund të refuzohen nga komuniteti i tyre. Po. Për fiksa ajo është që në momentin që ata të dalin në mbrojtje të një të drejtë shqiptare, apo një zbatimi të së drejtës shqiptare, se më të drejtën e kemi të fituar, ata do përsekuton apo do simbolizon si miq tanë, që është diçka e padrejtë, që komuniteti duhet të punojë edhe Maqedonasi duhet të punojnë të heket ky mindset. Por nuk mund të pritet ajo kur vetë politika e shfrytëzon në çdo fushat nacionalizmin në formë temase. Ne simbolizojmë, shqiptarët simbolizojnë si fajtorët e secilit problem këtu në Maqedoni. Çka kërkojmë ne është e tepër, bile pash një shkrim nga një profesori juridikut, më duket se ishte në Justinian, që kishte shkruar shqiptarët edhe feministët kur nuk u bën rahat. Domethënë ashtu na perceptojnë ata neve, sikurse jemi të kërkuar shumë të drejta. Domethënë ndë nuk e kanë arritur në atë kuptimin, në atë mindset, nuk na devion neve shteti apo nuk na e marrin shtetin se shqiptarët do jenë të barabartë me neve. Ne kemi shumë vende të tjera që funksionojnë me 2 apo 3 gjuhë, me shumë komunitete. Nuk jemi vendi vetëm ne që kemi 2 popull shtet formues, edhe ca popull pakica. Një shtet, një Maqedoni e fortë do ju konvenojte edhe atyre. Po tash zgjedhja e tyre është kjo fatkeqësisht. Kështu fitohen më lehtë votat. Në një realitet kur kombet kanë mësuar të bashkëjetojnë në paqe me njëri tjetrin pa asnjë lloj lidhje gjeografike me njëri tjetrin, në një realitet kur njerëzimi pretendon avancime të jashtëzakonshme, çfarë mendon ti se i influencon kaq fort bashkëmoshatarët tu Maqedonas? Familja, rrethi, politika, një mendësi sociale e trashëguar për të qenë kaq mendje mbyllur për të pranuar një realitet i cili kur nuk është pranuar ka shkaktuar probleme jo të vogla. Pra, ka çuar në probleme shumë më të mëdha. Çfarë mendon ti se të paktën të rinjt nuk kanë arritur të dalin nga kjo lëvozhk, nacionalizmi ekstrem nganjëherë? Fajtor i madh i kësaj është njëherë politika që po i shfrytëzon këta të rinjt Maqedonas në këtë instancë. Pastaj fajtor tjetër është mos përndjekja e nacionalizmit të tepruar në për rrjetet sociale.
Domethënë ka shumë faqe nacionalistike që dalin me mbishkrime të ndryshme, si për shembull shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur, edhe askush aty nuk sanksionohet. Si mundet në për stadiume të mos identifikohet se kush brorit shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur. Jo në vetëm në stadiume futbolli, edhe në stadiume të mbyllura ku janë njerëzit më të cekur, nuk gjendet dot kush e ka thënë. Si mundet që mos gjendet dot ata që shkruajnë këta mbishkrime në për stacionet e busave, veçanërisht në Shkup dhe qytetin Maqedon. Unë nuk kam parë në Tetov, që është një prej qyteteve me të mbushura me shqiptar, simbol i krenarisë son. Nuk kam pas një mbishkrim për të ngjashëm për maqedonasit. Domethënë unë e shoh këtë që jemi ndoshta si popull jemi më të butë, më bashkëpunues për të arritur një qëllim të përbashkët. Edhe kam shumë shok që edhe ata janë patriota të mëdhenj, por e ndal veten në disa aspekte që thotë që jemi të gatshëm edhe të bëjmë atë bashkëtesën, por si të kuptohemi. Din të bëjnë diferencën mes nacionalizmit dhe patriotizmit, që është një diferencë. Historia na ka mësuar çdo herë kur njëra palë kërkon një të drejtë, që është përsekutuar. Ne këtu shqiptarët e Maqedonisë, tash është Maqedonia e Veriut, deri para 30 vite ishte Federata Jugoslave, para asaj mbretëria serbo-kroate slovene. Ne kemi qenë gjithmonë të përsekutuar këtu. Nuk kemi patur të drejtat, kemi luftuar gjithmonë për të drejtat, fejen, gjuhën, kombin, shkollimin, arsimimin, funksionimin, të gjithë këta të rritemi. Edhe nuk mund të pritet prej neve që ne jemi fajtori. Ne kemi qenë jo se dua ta them, po ashtu është, ne kemi qenë viktima në gjithë të raste. Ne nuk kemi përsekutuar askë. Ne nuk ja kemi ndalu gjuhën dikujt, ne nuk ja kemi ndalu kombin ose flamurin dikujt. Shqipëria ka qenë vendi i parë që ka njohjen e Maqedonisë Veriut. Pavarësinë e Maqedonisë. Domethënë në këtë aspekt ne kemi qenë shumë më para me atë mindsetin ton, me atë qëndrimin ton pro-evropian. Edhe unë shpesh e kam thënë këtë, ne kemi qëndrim perëndimor. Ne kërkojmë një të drejtë, dikush neve na mohon atë të drejtë. Edhe pse është në kushtetutë me ligje rregulluar, ata thonë që është më e rëndësishme të shkojë ashtu, të zgjedhim kufizimin para një funksionimi të barabartë të dy gjuhëve. A duhet cënoj gjuha shqipe, gjuha maqedone? Jo, asesi. Ne e pash një shkrim në rrjetet sociale që thuashte populli që e flet më shumë gjuhën maqedone pas maqedonasve janë shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Domethënë ke shumë të rinj që e flasin gjuhën maqedone. Nga ana tjetër, sa të rinj Maqedonas po e flasin gjuhën shqipe. Është një disbalancë i madh. Ne jemi domethënë të gatshëm të mësojmë një gjuhë të huaj për të bashkëtuar. Po e njëjta pritet që të ndodhë të ketë një mirë kuptim ndër qytetar edhe prej palëve tjera. Sa shpresë keni ju se do t'i arrini t'i plotësoni kërkesat tuaja me këto iniciativa studentore, kur po mi përmend të gjitha këto që lidhen të gjitha me një mendësi konstante refuzuese? Mendoj që shpresa është aty, derisa ka patur një numër të madh të studentëve, një numër të madh të qytetarëve, aktivistëve që kanë qëndruar pas neve, krah neve, mendoj se do bëhet. Kërkesa për provimin e respondencës do arrihet dhe kjo do vendos një rast precedent për zbatimin e gjuhës shqipe kur është mohuar nga një ministër. Kjo do mundsoj se nuk është vetëm provimi i respondencës, ndoshta jemi kufizuar pak veten të kjo, po kjo nisi si një çështje simbolike. Në fakt janë të gjitha provimet shtetërore. Është provimi i jurisprudencës, provimi i notarisë, provimi i avokatisë, provimi për përmbarues, akademia për gjykatës dhe prokuror. Edhe pse ligji thotë mund të funksionojnë procedurat gjyqësore në gjuhën shqipe, akademinë e kanë në gjuhën maqedone. Kjo është për aspektin e drejtësisë. Të gjitha licencat e psikologjisë jepen në gjuhën, specializimet e psikologjisë jepen në gjuhën maqedone. Të gjitha provimet për auditor, punë me letra me vlerë, punë si kontabilist, maqedonisht. Licenca për urbanizëm, për studentët e arkitekturës, maqedonisht. Domethënë ka një sferë shumë të madhe. Ky rast jon do vendoj një rast precedent që do mundsoj edhe këtyre kolegëve të hyjnë në provimet e tyre në gjuhën e tyre amtare që kanë studiuar. E di çfarë mendoj unë që ka të bukur, aq sa mund të themi nëse ka diçka të bukur, një situatë e tillë që krijon çështje të tilla, kauza të tilla që nxjerr në pa një grup individësh. Gjëja më e mirë e saj, në gjykimin tim, është se janë një mundësi për t'i nxjerr në pa ca figura. Kjo jo për të bërë një kompliment ty, por
të gjithë bashkëmoshatarëve të tu që kanë kurajon që të jenë djemë dhe vajza, të cilët nuk përkufizohen duke ndenjtur vetëm në telefon apo duke u angazhuar me trendet e kohës, por dinë të dalin për zot kauzave të qëndësishme të identitetit të një kombi. Nëse do të rikthehem tek individi që kam përballë. E ardhmja mes një artikulimi politik dhe atij juridik, cila do të ishte që do të prevalonte në zgjedhjet e tua, në gjykimin që ke tani, se tani po e shikon se si është të menaxhosh me një audiencë të madhe, me një vëmendje të madhe. S'është lehtë. S'është lehtë. Por ideja ime është që këtu në vendin tonë, të rinjtë dhe të reja të mund të zgjohen në mëngjes, njëjtë si të rinjtë në shtetet perëndimore, pa strese. Të mund të kemi kohë, të merremi me art, me sport, me arsim, të mos mbytemi dhe zhytemi në këta rrugtime që jemi zhytur këta vitet e fundit dhe të bëjmë një jetë të ngjashme këtu në vendin tonë si ata në vendet perëndimore. Se është shumë lehtë e arritshme për mendimin tim. Dhe kjo është ambicia ime kryesore. Të jemi të njëjtë, të jemi rahat, të jemi profesionistë, të respektuar dhe çfarëdo lloj pune që bëjmë, të bëjmë në mënyrë të dinjitetshme. Ndoshta ti nuk e ke menduar politikën, po jam e sigurt që jo pak partive politike do t'ju leverdiste të kishin një djalë të artikuluar si ti. Me që i përmende të rinjt, më thuaj në fund të kësaj interviste një mesazh, po që mos jetë nga këto mesazhet klishe, një mesazh për mendsinë e brezit tënd, se si ata duhet ta ndërtojnë të sotmen, se si duhet i investojnë të sotmes për të ndërtuar të ardhmen. Pikërisht do kisha thënë që normalisht në bazë të situatës ta sfidojmë veten, të dalin nga zona e komfortit, se edhe unë nuk kam qenë bash tipi që është marrë me protesta ose me kësi lloj iniciativa, por mendoj që duhet të dalim nga ajo zona e komfortit, të sfidojmë veten dhe të bëjmë më të mirën, të bashkëngjejmë me qytetarët tanë. Çdo problem që e ka komshiu është edhe problemi im. Vetëm kështu ne mund të ndërtohemi si shoqëri dhe si familje, si qelizë e këtij vendi. Se kemi një shoqëri të shëndosh, normalisht që edhe ne të jemi, edhe bartës i kësaj janë të rinjtë. Të rinjtë të rejat, sot nuk mund të them që kanë diçka negative, se të rinjtë të paktën miqtë, ata që i kam taku këta gjatë këtyre rrugtimit të fundit janë njerëz ekselent, edhe po e shoh që edhe kur takoj njerëz nga jashtë apo student nga perëndimi, jemi tej masë më të mirë. Kështu në asnjë moment të mos mendojnë që janë inferior, nuk mundin apo nuk din. Edhe askush nuk duhet atë mendim t'u ashtyj atyre në kokë dhe shpresoj që të punojnë çdo herë dhe të mund ta ndërtojmë një të ardhme për fëmijët tanë këtu. Unë ty të uroj shumë suksese, ndërsa përgjithsisht shoqërisë së këtij vendi i uroj sa më shumë djemë e vajza që kanë këtë mendësi, këtë mendje të hapur dhe këtë dëshirë për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, një të ardhme më të mirë. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë do të vazhdojmë pas pak me mysafirën e radhës. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar pjesën e dytë. Dhe unë jam shumë e lumtur t'ju them të drejtën që po e ndaj këtë minutazh të Agorës me përfaqësues shumë dinjitoz të brezit të tyre. Para disa ditësh qëllova të jem në një konferencë për autizmin që ishte organizuar nga një vajzë që më bëri shumë përshtypje mënyra se si ajo mbajti fjalimin e saj dhe vetbesimi dhe siguria me të cilën ju drejtua audiencës. Më bëri përshtypje për faktin sepse ajo është studente, njëkohësisht është edhe nënkryetare e Unionit Studentor, kënaqësi që ta kem në këtë intervistë Kaltrina Bytyqi. Përshëndetje, faleminderit përsëri për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu pranë jush. Jam studente në Universitetin e Europës Juglindore, njëkohësisht jam viti i parë në Fakultetin e Biznes Ekonomisë. Sot je viti i parë.
Jeni kryetare e Unionit Studentor, që është një fazë shumë e rëndësishme investimi për të rinj. Do të thënë aty evidentohen disa elemente premtues për ta. Megjithatë, nuk është herë e parë, nuk është angazhimi i parë, nuk është iniciativa jote e parë. Më fol pak për kaltrinën, ndoshta le ta nisim nga gjimnazi. Normalisht se nuk mundesh veç të hysh dikund me të parën edhe të kesh posaçërisht një angazhim aq të madh si nën kryetare ose si kryetari i Parlamentit Studentor në një universitet si e Europës Jugendore. Angazhimet e mia kanë fillu prej me një moshë më të herët, po them 16-15 vjet, tani jam 19 vjeçë. Kam marrë pjesë në shumë gara të ndryshme, domethënë në aktivitete shoqërore të ndryshme. Nuk po e them krejt, po ka pas plot që ka marrë pjesë, domethënë asnjëherë s'kam qenë ai personi pasiv që tri domethënë e qet edhe vesh ti shoh njerëz si shkojnë, sa herë kam dash të jem aty dhe ta marr vesh, edhe nëse e bëj gabim, barem ta marr vesh gabimin tim, të përmirësohem vetë. Ta njohësh veten në këtë rrugtim. Ta sfidoj. Edhe fillova domethënë prej atëherë në gara rajonale, ndërkombëtare. Në gara për? Në gara për projekte të ndryshme. Nuk kanë qenë specifike për ndonjë land, po kemi pas gara ka pas të formimit të përgjithshëm. Ka pas në Amerikë, ka pas në Lituani, ka pas domethënë në Gjermani, ka pas disa vende, po kanë qenë shumë interesante se ta zhvillojnë edhe ty inteligjencën. Për një moshë që është të vogël, edhe disi është interesant se mundesh edhe nëse nuk e din një gjuhë, si për shembull anglishten, me këtë eksperiencë ty të bëhet më vesh se gjuhë e jotja. Edhe je më in me trendet dhe zhvillimet. Po. Një nga gjërat më të vlefshme që i kontribojnë formimit të një njeriu padyshim, që janë literatura që ai zgjedh dhe literatura që ai zgjedh dhe të qenurit konstant në këtë përzgjedhje tregon shumë për personalitetin e tij. Më trego pak se cila është ajo literaturë që ti mendon që është më e përafërt me investimin që ti do të bësh për veten tënde në arritjen e synimeve tua. Po përderisa e zgjedha unë fakultetin e biznes ekonomisë, unë besoj se duke u bazuar te për shembull libra që janë më shumë në atë pjesë, në pjesën se si mundesh të jesh i pavarur, si mundesh mos të kesh atë stepjen në ndaj të qenurit lider, ndaj qenurit, po them, i pari në thonjza, para studentëve në këtë moment. Ti nuk je i pari se ke dalë para tyre, po je si një urë lidhse me studentëve edhe institucioneve publike. Je ajo që i ndihmon, që do me thonë kontribon për diçka të mirë për ato. Edhe tash unë besoj se të kjo pjesë ka pas libra që lidhen individualisht me atë, do me thonë, anën profesionale. Anën profesionale, po. Ka pas libra që tregojnë, do me thonë, se si mundesh ti të kesh atë suksesin tënd me një biznes. Librat motivues. Po. Ku më pëlqejnë shumë, se si mund t'i kesh ato startupet e tuja në fillim, si mund t'kesh batica, të gjitha. Edhe këtu është ajo pjesa që bazohem më shumë, po nuk jam rajonale, po themin këtë pjesë. Më pëlqejnë për shembull edhe ato romanet që kanë dramë. Pëlqejnë edhe romanet që kanë romancë. Nuk jam, do me thonë, rajonale veç në degën që e studioj të marrë vesh aty. Kam qef të di, për shembull, mos ta egzagerojmë themi për gjitha, po për shumicën kam qef të di edhe të kem një njohuri sa do pak e vogël që mundet jetë ajo. Të kesh dëshirë për të ditur për gjitha. Shikon, mos e thuaj fare me modesti, se është shprehje e njerëzve të mençur, të cilët duan që të kenë sa më shumë informacion për të njohur realitetin, kështu që mos e thuaj fare me modesti këtë pjesë. Po, edhe desha të lidhem te kjo pjesa e librit. Unë sot e mora një libër që është dhuratë për ju. Ky libri është Guxim për të shpresuar. Është i shkruar nga vetë presidenti Barack Obama. Në këtë libër ai kam qenë motivume se si mundet një njeri me racë tjetër, me do me thonë etni tjetër, mundet do me thonë me i kalu ato sfida edhe me mbri sa do pak që e shefaj atë sent të parealizueshëm. Po, pa mundshëm. Edhe ky në librin e tij do me thonë i ka shpjegu krejt ato se si mbriti prej
vetëm me fjalët motivuese që i ka pas prej mamas si ti edhe gjyshes së ti, të mbri aty ku ishte, edhe është sërish e njohim që ka qenë presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është surprizë shumë e bukur për hir të vërtetës dhe një nga gjërat më të vlefshme që një njeri mund t'i dhurojë një njeriu tjetër është pikërisht një libër dhe që flet shumë për atë që e dhuron. Kështu që unë të falenderoj shumë. Po, historia e Barack Obamës është nga ato histori që nuk kam arritur që të i kaloj vetëm para gjykimet për ngjyrën e tij të lëkurës apo për gjithë historikun personal të mënyrës se si ai është rritur. Përmendej që Barack Obama e thot që nga elementet kryesor të formimit të tij edhe për faktin që ai ja ka dalë në jetë janë këshillat dhe fjalët motivuese që i kanë dhënë dy gra shumë të rëndësishme të jetës së tij, siç është nëna dhe gjyshja. Me që jemi tek figurat frymëzuese. Ka Kaltrina ndonjë figurë frymëzuese që ndoshta edhe e këshillon, që ndoshta edhe e këshillon që të ketë kujdes, e motivon, e frymëzon? Po, çdo herë, besoj te çdo kush, sidomos tek ne trind, është ajo figurë bile tashmë shumë e rëndësishme edhe e madhe në këtë pjesën e formimit ton të karrierës. Edhe është herët për t'i thënë karrierë se jemi, domethënë hapat e parë ende në fakultet, po fillojmë të formohemi në atë çka e duam ose në atë që dojmë ta ndjekim. Unë e kam babin edhe mamin. Ato të dy janë shembulli më konkret për mua se si mundesh nga hiçi, po themi hiçi në pjesën ekonomike, ato stabilizohesh për një jetesë mjaftueshme të mirë. Babi ka qenë ai person që është marrë shumicën e kohës me aktivitete shoqërore, si e mami si babi, të dy me organizata të ndryshme. Do me thënë, asnjëherë s'kanë qenë pasiv. Çdo herë kanë qenë ato dy persona që kërkojnë, qohin, do me thënë, ndryshime në shoqëri. Kanë qenë të dy punëtorë, të dy i kanë fakultetet të kryme. Janë, do me thënë, persona që mu më shtyn e para të kryj një fakultet, që është një pjesë shumë e rëndësishme. E dyta pastaj babi ka punu në odën ekonomike. Deri para 7 vjetëve u bashkan gjetë në politikë, po asnjëherë nuk e kom pasat imponimin nga ana ati as unë, as vllau, që të na involvon në Cila pjesën. është këshilla më e rëndësishme që t'je babin në këtë angazhimin publik? Babi është gjithmonë ai që thot edhe nëse nuk din diçka, mos e fol para se ta dëgjosh nga tjetri që din. Do me thënë atë e ka si prioritet ja vendoj vetes. Ose lexo shumë që ta arrish shumë. Asnjëherë mos prit se me diturinë që ti e mbjell për shembull vetëm prej fakultetit, vetëm prej lëndëve që ti i ke për momentin, do me thënë që i studion, mos mendo që mundesh të dalësh jashtë aty në kordizave ose të përgjigjesh për diçka tjetër pa e pas atë pjesën diturinë për tjera cende. Të dëgjoja me shumë vëmendje dhe me shumë admirim. Mamaja ime thoshte gjithmonë që suksesi më i madh dhe arritja më e madhe e një prindi është nëse shef një ditë që fëmia i tij flet me shumë krenari dhe ka qenë burim frymëzimi për ta. Kështu që unë besoj që prindërit e tu duhet jenë shumë krenar kur dëgjojnë këtë lloj referencash nga vajza e tyre. Mami, çfarë të thot më shumë ki kujdes? Se alarmin e kuq, dritën e kuqet kujdesit vazhdimisht janë nënat që e kanë aktive. Mami tash, nëse normal, sa do që thojnë vajzat janë më të lidhta me babin, sërish ai bond, që është nanë e bi, nuk është do me thënë me askant. Edhe mami paka shumë ma nje, do me thënë atë pjesën e karakterit. Edhe e din që kam qeft të flas shumë, edhe nuk e kam ato barirat e mia se me kanë çka po flas. Edhe mami është ajo që çdo herë më thot, stepe pak veten, mos flitat shumë sa mendon që do folin ato. Më thot, stepu pak, e mbaje veten në rezervë edhe shife për shembull, ti është i besueshëm ai person për t'i fol, as është, edhe sërish është ajo që i dhimbsem, se e kam tash
fillimet, po them, të jetës studentore dhe nuk jam ai person për momentin që do jem ajo që, okay, do jetoj jetën studentore, por pastaj do e mendoj pjesën e karrierës edhe pjesën e suksesit tim. Unë fillova për shumë herë, për vitin e parë të mirë me këto krejt angazhimet, edhe ajo është ajo, po ma ngadalë, të trëm kjo rrugë ku ke hyrë angazhimi publik, të qëndruar në qendër të vëmendjes, sepse unë thash më bëri shumë përshtypje dhe më la një përshtypje jashtëzakonisht të bukur fakti që unë pash një vajzë edhe të bukur, edhe të mençur, duke folur dhe duke parë audiencën në sy, që dukej se nuk është se të trëmte audienca dhe është një element shumë i rëndësishëm, por kur ke shumë vëmendje, ndonjëherë mund të bëhet edhe sfiduese vëmendja e tjerëve të trëm pak të qenurit në këtë lëmi. Të them trembje, emocioni kur kam vendos për shembull të hyj kësaj pune, nuk ka qenë aq sensitiv te unë. Do me thonë të më prejke, të më thotë ngadalë pak, mund të kesh hyna edhe tashti, disha që mund të kem diçka. Po sendet për shembull çka i kalova, ajo më thati si më vesh, i kaltrin këto të bëhen ala ma të fort. Dhe si sa herë një do kesh persona që do flasin, persona që do mundohen të ulin poshtë, persona që nuk do të lejojnë të hecish para. Edhe aty thash, okay, në këtë pjesë unë nuk e kam atë trembjen. Jam më e gjinshme. Unë besoj që do duhet fillosh të shqetësohesh atëherë kur askush nuk do të merret me ty dhe atëherë kur askush nuk do të flasi asgjë për gjën që bën ti. Atëherë fillosh shqetësohu se do të thotë ke bërë asgjë me rëndësi dhe me vlerë. Për aq kohë sa do të merren me ty do të thotë që je në rrugë të drejtë. Cila është ambicia jote më e madhe? Nga perspektiva e kësaj ku je sot, se ndoshta ambicet do të ndryshojnë me kalimin e kohës, po nga kjo ku je sot, cila është ambicia ose arritja më e madhe që ti do të kesh në jetë? T'jem, sa e thon babit, e zoja e vetvetes. Do me thonë, një prej ambicjeve të mia është ta kem atë diturinë e mbjellët, pikë pari, para gjithë punëve që mund t'i kryj. Një ambicje që unë e kom ëndër prej e vogël është të kem biznisin tim. Për të puna e biznisit, mësare kom pasat, pavarësisht çka mund t'jetë ai biznis, edhe nëse edhe për 4 vjet ende nuk do e kem të figurume, prap do e bëj. Kam qef t'jem pjesë e vendimarrjes, kam qef t'jem udhëheqëse, po themi, po nuk është që më pengon puna në grup. Nuk jam për shembull ai person që them du t'jem lider, du t'jem pjesë e vendimarrjes, edhe nuk du të punoj me kërkant. Jo. Më pëlqen të punoj në grup me njerëz, më pëlqen të dëgjoj ideja të reja. Mundet t'i them vetes unë, e kam diturinë, e kam atë, e kam këtë, ama ti kur të ndalesh edhe ta mendosh, po edhe ai ndoshta e ka ndonjë ide që ty nuk vjen në atë moment. Hiç më shumë. Nëse unë dhe ti mbas një 10 vitesh jemi gjallë shëndosh deri atëherë, do të uleshim sërish përballë për të, pse jo, për të bërë një emision tjetër. Ku mendon se do jesh dhe çfarë mendon se do kesh arritur deri atëherë? Besoj se pas 10 vjetesh, përveç se do kesh biznesin tënd, këtë e morëm. Po, tjetër. Do jem sukses, do e kem të plotësuar këtë gap hapësirë të vetes time, ku unë e pres atë suksesin, ku unë e pres t'jem ajo që e kam andëru gjithë jetën. Edhe besoj se mund t'jem shembull, ndoshta edhe për dikon që që do jetë në moshën time, në moshën që jam tani. Du t'jem frymëzimi dikujt. Për secilën vajzë, por edhe djalë, që kanë këtë lloj ambiciesh që ke ti. Cila do t'ishte këshilla jote për ta, që edhe ata të mund t'ja dalin, edhe ata nesër të jenë njësoj si ti burim frymëzimi për ata që vinë pas? Një këshill, çfarë mendon ti se është shumë e rëndësishme e patjetërsueshme që njeriu të arrijë në jetë? Asnjëherë s'është vonë. Asnjëherë s'është, ndoshta as herët as vonë.
tash po e them këtë as herët, tu nis prej vetes, tu nis prej angazhimeve që unë i kam marrë, si një vajzë 15-16 vjeçare. Asnjëherë s'është herët për provu, asnjëherë s'është vonë për tu përmirësu. Do me thonë, ta kenat si ndoshta si shtytje më shumë? Unë të falenderoj shumë që erdhe në këtë agora. Unë në të gjitha mundësit për të pasur përballë politikan apo politikane të konfirmuar nga ata që marrin të gjithë vëmendjen mediatike të kohëve të fundit, pata shumë kënaqësinë që të kem dy të rinj në këtë agora, sepse shpresa e çdo shoqërie, e çdo kombi, e çdo shteti, e çdo shoqërie që do të eci përpara, pa dyshim që janë të rinjt dhe me të gjitha paragjykime që ndoshta her pas here kanë ekzistuar për të rinjt shqiptar në Maqedoninë e Veriut, shembuj të tillë tregojnë shumë për shpresën e mirë që ky vend ka për të rinjt që është duke rritur. Unë të falenderoj shumë, edhe të uroj shumë suksese dhe jemi apo si jemi për të bërë një intervistë tjetër mbas 10 vitesh, unë uroj që ti ta kesh te i kaluar edhe veten, edhe ëndrat e tua me arritjet e tua. Faleminderit shumë sërish për ftesën. Besoj se gjithçka që ka qenë për t'u thënë është thënë nga të dy mysafirët e mi. Unë jam shumë e lumtur edhe shumë krenare për këta djemë dhe vajza që po rrisim. Faleminderit që na ndoqët, takohemi të shtunën e ardhshme. Natën e mirë.